Le të rikthehemi edhe një herë ngjarjeve të dielës, bombardimin e Shteteve të Bashkuara mbi 3 objekte bërthamore të Iranit në Natanz, në Isfahan edhe në Fordo. A mund të quhet tashmë që impiantet bërthamore janë shkatruar dhe qëllimi është arritur? Mund të quhet që përfundon lufta apo pikërisht tani lufta fillon edhe më e ashpër? Lufta do filloj më ashpër dhe kemi aktivitete dhe gravim të luftimeve Izrael-Iran. Në raport me Amerikanë besoj që ka qenë një goditje e cila më thotë të shpritur, jo 2 javësh i Trumpit që pat lajmëruar. A janë shkatruar impiantet apo centralet bërthamore të Iranit në Fordo, Isfahan dhe Natanz. Për Isfahanin ka të dhëna që është goditur rënd, por për Fordo është pikpyetje. Nuk ka të dhëna të sakta, meqense edhe sot ka informacione që Izraeli ka hedhur në këtë impant apo në këtë central goditje nga ajri. Por është vështirë në kohë lufte kemi mund të them situata ku informacionet mund të jenë të pakonfirmuara. Mendoj që GBU-ja 57 Amerikan nga bedyshi më duket që ka arrit një qëllim, por nuk ka informacione të sakta se a ka finalizuar që ta arrit ta shkatroj Fordon. Dhe mendoj që në këtë kohë të gravimit të tillë të luftimeve, amerikanët si që trajtojnë Izraelin kanë hyrë në një, mund të them, në një luftë edhe pse nuk dëshirojnë. Gjithë vend se thotë që ne nuk jemi në luftë me Iranin, sepse ka problematika të brendshme. Pikërisht sepse sekretari i mbrojtjes amerikan tha pavarësisht se impiantet janë shkatruar dhe është neutralizuar kapaciteti bërthamor, nuk dëshirojmë luftë dhe ndryshim regjimi. Tani si duhet lexuar kjo se është një mesazh i dyfisht. Janë shkatruar, është vështirë. Shef edhe në opinionin e brendshëm në Amerikë dëshirojnë që por edhe ato ndërkombëtarë dëshirojnë amerikanët që të dalin të sukses shumë me këtë aksion. Por a është arrit qëllimi është një pikë pyetje. Goditja ka qenë e fuqishme, por thuhet që 12 bomba janë hedhur nga 6 në marshutën e tyre që kanë nisur nga origjina nga Amerika në Atlantik, detin Mesdhe dhe në pjesëlindjet së mesme kanë fluturuar dhe thotë atë 7 orë që kanë menduar që do të jetë në një lloj pauze në Diego Garcia në ishullin e bazës amerikane në Oqeanin Indian. Mirë po drejt për drejt do thotë me përcjellës dhe me avakset e tyre dhe furnizuesit kanë kryer goditje. Besoj që është vështirë të thuhet për momentin, ata që janë realista kanë fjalën. Ata që janë zhurmues mund të thonë po çdo gjë është në rregull. Por mendoj që pika dytë është çështja e regjimit në Iran, që është vështirë ndoshta sidomos për këtë moment të ketë ndaj bund, edhe pse qëllimisht sot Izraeli ka goditur një burg të disidentëve në Iran. Do thotë Izraeli është interesuar që të krijojë celula të tilla në pjesën sidomos veriperëndimore me kurt, pastaj edhe me azerët, se dikun përbajnë 8 milion kurt në këtë pjesë dhe azerët të cilët janë dikun afër 12 milion. Por përgjithësi shërbimi izraelit koketon në këto etni dhe mendon që mund të jenë ato vizat e para për një kërngritje ta quajtur në relacion me ndërrimin e pushtetit dhe regjimit. Mendoj që amerikanët e dinë që kanë vështirë ndryshimin e regjimit. Regjimi ndrohet vetëm po që se ka një këngritje të furishme brenda vendit, apo edhe me intervenim të infanterisë dhe kombëtarisë amerikane që ajo nuk vjen e pyetje. Nga se Irani është 1.6 milion kilometra katror dhe një popullat me 88 milion dhe vështirë të pushtohet. Them drejtën, në raport me Izraelin është një klasë tjetër. Nuk e bëjmë luftë Izrael-Liban apo Siri apo Yemen apo Hamas.
sa i takon kërcënimeve të ministrit të jashtëm të Iranit për hakmarrje ndaj Shteteve të Bashkuara, sa i takon informacionit të cilas mbi bazat amerikane në gjirin persik. A mund të ketë një goditje të Iranit ndaj bazave amerikane? Aty janë diku rreth 40.000 ushtarë amerikanë të dislokuar në zonë. Gjë që mund të agravonte dhe të cilte ndoshta një sulm të Shteteve të Bashkuara për të pushtuar Iranin. Po, sigurisht. Goditja bazave amerikane në gjithë që nga Kuvajt edhe duke ardhur poshtë Bahrajini, Katari, Emiratet e Bashkuara deri te Sultanati i Omanit, ka shifra 42.000 dhe 47.000 trupa amerikane. A do goditen, besoj që nuk taktikisht Irani nuk do përdor proksin në Irak me Houthit në Yemen. Me këto dy elemente do të arritë të bëjnë një menaxhim për goditje të këtyre baza, me qenë se fuqia teknike e këtyre grupimeve që i përmendu se proksit e Iranit është dopt. Por Irani vetë persona si ushtri dhe sepse rregullimi shtetëror në Iran është ushtria tamam e nivelit shtetëror dhe Garda Islamike Republikane që do thotë me 200.000 pjesëtar të vetë dhe 360.000 ushtria, do thotë përbojnë një kontingjent jashtëzakonisht të madh, por teknologjia e goditjes e Iranit ndaj vendeve të Golfit ose bazave, por edhe rafinerive në të gjitha vendet e Golfit, të Shteteve Arabe, do të ishte, më të them, sidomos hapi për mbylljen e ngushticës së Hormuzit të jetë, sepse pasadranët, aja grupa e gardës operon në këtë pjesë dhe ka, më të them, një teknologji pa që do thotë sidomos me sigjilin, raketën dhe Habar 4 ose mund të them dikon 2500 km maksimumi. Njerëz dyshojnë që mund të ketë edhe do me të edhe ma të gjatë dhe mund të sillet rreth 6 raketave iraniane. A do godesu në besoj që do jetë kujdesshëm në këtë drejtim, sepse atëherë realisht kemi hyrjen zyrtare të Amerikës në luftë. Qartë, pikërisht. Dhe për ta zgjeruar pak rrethin e diskutimit, çfarë mund sill takimi i ministrit i jashtëm të Iranit Arakçit në Moskë me Vladimir Putin? A është thjesht një takim që Rusia ngushëllon Iranin pas bombardimeve apo mund të gatuhet diçka pas dyreve të mbyllura? Rusia nuk ka qenë sinqert me Iranin. Kam drejtë që nga marrëveshja e arritur për partneritetin strategjik në fushat në ekonomi, pastaj në kulturë, në telekomunikacion, në energji, në piken apo në kapitullin që ka të bëjë me pashpinimin ushtarak, nuk ka përdorur të njëjtën raport si me Korenë e Veriut. Do thotë po që se sulmohet Korea e Veriut, ka një marrëveshje të tillë. Rusia që do thotë një që është sulmuar edhe Rusia. Por me Iranin këtu mund të them drejtën qëllimisht, meqense Putini para 2-3 ditë në një konferencë për shtyp kaloi fajin te pala iraniane që ata nuk kanë dashur të bëjnë, që nuk e besoj. Por a do kërkoj, mund të them ndoshta, në solucion të diplomacisë dhe intervenim të Putinit në raport me Trumpin, që ka, mund të them, telefonata të shpeshta dhe janë koordinues në këtë drejtim. Mund të jetë kjo, sa i përket sepse edhe Suhoi 35 ka qenë e planifikuar për forcat iraniane, i gjeneratës 5, avion jashtëzakonisht efikas, por shifni, Rusia nuk thën kokën për Iranin. Por Rusia është interesuar që pushteti i Khameneit Ajatullahëve të qëndrojnë në Iran. Nga se është një pik, mund të them, edhe për kinezët, edhe për rusët, jashtëzakonisht edhe për BRICS-in vetë, grupimin e vendeve, që përbën 38% të GDP-s botërore. A do të ishte Rusia e gatshme për shembull të lëshojë Iranin për Ukrainën? A duket sikur po bën lojë të dyfisht në këtë rast Moska, si e mendoni ju? Ja, nuk e besoj. Rusia është e koncentruar që në pjesën ose në territorin, në ekspansionin për të krijuar vijën të lumit djepër, mund t'i konvenon, dhe është e favorshme në këtë situatë, nga se vëmendja e opinionit dhe gjithë strategjia e perëndimorëve, mund të them, është orientuar në lindjet e mesme në këtë momente në këtë luftime. Mendoj është i favor për rusët, sa i përket konfliktit në pjesën ku ajo pretendon që të aneksoj, apo dhe të rrit apetitet që Ukrainën ta marrë 24, po të kaloj edhe më tepër. Do thotë apetitet ruse janë edhe në 3 regionet që nga Sumi, Sharkivi, atje Chernihiv, dhe Harkivi. Por edhe desa mund të jetë në fokus të tyre. Në Iran, rusët kanë interesa, sepse kanë edhe marrëveshje për një shtat impante apo centrale bërtamore, për qëllime
për qëllime të nevoja civile, do thotë që nga shëndetësia dhe elektriciteti. Por mendoj që rusët janë të angazhuar dhe të kënaqur që regjimi të qëndrojë. Kjo është për ta e rëndësishme për këtë moment. Mendoj që nuk ka mundësi, kinezët është më ndryshe, kinezët mund të kenë çështje tjetër, edhe në përkraje ushtarake, me elektronika apo mjete tjera. Mendoj që ka të dhëna që janë spekulime, ndoshta që Korea e Veriut ka marrë si obligim që edhe duket ashtu edhe Pakistani që t'i dhanë bombën e gatshme Iranit. Qartë. Sa i takon ngushticës së Hormuzit, a jemi përballë një apokalipsi ekonomike të çmimeve të naftës? Parlamenti i Iranit ka vendosur që ta mbyll këtë, megjithëse ende nuk ka nisur zbatimi i këtij vendimi. Ja, mund të them atë në shkrimin e fundit të këtij vendimi merr Ali Hamnei, por parlamenti unanimisht është metodë e kërcënimit, metodë që përdor Irani, do thotë ka levin njërin ndër levin më të fuqishëm, 17 deri 20 milion fuqi nafte qarkulluar çdo ditë në këtë ngushticë të Hormuzit, dhe është për ekonominë botërore jashtëzakonisht e rëndë, nga se do kemi zigjir të efekteve të çmimeve dhe të inflacionit, por edhe të vetë ngritjes së çmimit të naftës. Do thotë i përgjatë vitit 1973 të luftës së Yankipurit, kur Arabia Saudite me grupimin e vendeve të Golfit për shkak të asaj lufte ka vendosur sanksione dhe ka bllokuar furnizimin e Evropës kryesisht me naftë. Mendoj që kjo do t'i bënte dëm edhe Iranit, sidomos Kinës, pasi Kina është njëri ndër importuesit më të mëdhenj të naftës dhe ka çmim të volitshëm. Edhe për ata, edhe Rubio ka kërkuar sekretari i jashtëm amerikan nga kolegu kinez që të bëj presion, presion nuk mund të bëj këtë Kina, po ju ka lutur që të ketë ndikim tek pala iraniane që mos ta merr këtë hap, sepse ekonomia botërore mund të fshonte rënd. Mendoj që kjo na rok kjo mund të them kjo dallgë çmimeve të tilla mund ta prek edhe ne. Qartë. Këto minuta të fundit kam dëshirë që t'i kalojmë pak në Ballkan, aty ku në vijimësi të situatës së tensionuar jemi, pra të situatës së luftës, e ku nga një luftë përfiton një luftë tjetër ndoshta, presidenti Aleksandar Vučić i Serbisë ka tronditur rajonin më 21 qershor duke pranuar publikisht se Serbia ka rindërtuar fshehurazi kapacitete ushtarake, ka futur dronë të sofistikuar dhe armatim të avancuar që sipas tij i din vetëm 5 vetë. Ai e justifikon këtë riarmatim të Serbisë me aksin sipas tij të nënshkruar në fakt mes Kosovës, Shqipërisë edhe Kroacisë kundër Serbisë. Pyetja ime për ju është apo bëhet gati Serbia për një konflikt duke përfituar nga konflikti në lindjet e mesme dhe vëmendja e ulët në Ballkan? Çdo konflikt në botë, sidomos ato që kanë, mund të them, rëndësi të jashtëzakonshme ose janë vatra të nxehta të luftës, Serbia shfrytëzon. Impakt ka çdo luftë, qoftë ajo në Ukrainë, qoftë as në lindjet e mesme, sidomos në lufta Izrael-Iran edhe kyçja amerikane, por edhe fuqive të tjera, kineze dhe ruse. Dhe Serbia pret këto momentume, nga se angazhmani edhe i fuqisë ushtarake, edhe mund të them i vëmendjes së opinionit është diku tjetër, jo në Ballkan. Ma tepër mendoj që ka po një kalkulim të tillë të psikologjisë së luftës ose një presion të fut panik, meqense realisht Serbia ka kapacitete, duhet të bëjmë real. Ai njeri që nuk e njeh vetën dhe nuk e njeh kundërshtarin, nuk e ka punë të mirë. Por mendoj që për këto momente Serbia të hap front në Kosovë do të ishte vdekje pruse, nga se Serbia në aspektin gjeoshtarak, mund të them kështu, ose militarist, është rrethuar nga vetët e NATO-s dhe është obligim i tillë që NATO nuk dëshiron që satelitin e Rusisë ta lejojë ta hapë edhe një konflikt. Mendoj që po që se kemi gravim në aspektin të një intensiteti të luftimeve ose një konflikti të fuqive të mëdha, atëherë ose dobësimit, sepse kemi hyrë në një rand të ri ndërkombëtar global, do thotë këto vetëm në kontura, vetëm shive dhe ndarja zonave të interesit, në rregullim shumë polar i 3 fuqive, 2 ekonomike ushtarake dhe 1 ushtarake Rusia, atëherë Serbia dëshiron të shfrytëzojë këto momente, por mund të kemi provokime nga Serbia. Mund të kemi provokime të natyra të qoftë shantazhit, qoftë aktiviteteve,
mund të them terroriste që sepse 340 kilometra përvojnë kufiri i Kosovës me Serbinë. Dhe mund të kem provokime të atilla që për qëllim kanë futjen e frikës dhe destabilitetin dhe hutinë në opinion. Kjo i ndihmon edhe mos konstruimi i institucioneve të Kosovës, të cilat mendoj që kanë kaluar në fazën, mund të them tani, paranoje të rrezikshme për interesat e Kosovës. Por ajo çka pyetet ju të jam i saktë, Serbia për momentin me një propagandë të tillë dëshiron që të krijojë destabilitet dhe kaos. Për ndryshe, faza kaosit vjen më vonë. Mirë po propaganda dhe frika tenton të fut edhe në qytetarët e Republikës sonë. Me sa di unë dhe se fund është zbuluar një tjetër bazë armatime në veri të Kosovës, në mos gaboj. Jo, në një shtëpi të Arsenjevicit, më duket një aktivisti serb, ai mohon që nuk janë armët e tina. Mirë po në veri kemi me pas një situatë dhe aktivitete të cilat lidhen edhe tash me këto tensione. Pastaj mund të kemi edhe aktivitete të tjera që provokuese. Por ka qenë një arsenal që Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës, Policia e Shtetit të Kosovës, ka gjetur dhe ka arritur që ta zbulojë këtë arsenal që edhe për të ardhmen duhet të ketë vëmendje sepse është, mund të them, një poligon pjesa e veriut ku Serbia dëshiron që Kosovën ta destabilizojë përmes kësaj pjese.